Noche, Uvalle. Benzina rimteli. Ben ben kuşunu ben. Ben hadi. Böyle. Ne güzel çıksam da. Njerëzit.
presidenti Meta, si e përballoi këtë ditë të vështirë zoti Ilir Meta? Shiko, unë e kam thënë dhe djeni një prononcim timi që unë isha personi parë i cili isha aty prezent në ambientet e paraburgimit kur zoti Meta, pra ish presidenti, u njoftua për vdekjen e të jatit të tij, pra që jati kishte ndërruar jetë dhe sinqerisht unë ndjeva keq sepse sytë e tij një përlotje, por gjithsesi ai mbajti veten dhe u tregua në lartësinë që tregon një burr shtetas. Dhe kështu që për sa i përket anës emocionale të presidentit, padyshim ai e ka mbajtur veten sepse e jep imazhin e tij, padyshim që është një imazh që duhet për publikun, është politikan dhe është burr shteti dhe jo kot është burr shteti. Për sa i përket trajtimit ndaj drejtorie burgjeve, ne kemi bërë kërkesa dje menjëherë pasi u njoftuan për ngjarjen dhe drejtoria e burgjeve më parë prokuroria e posaçme SPAK dha lejen, dha okejin që ai të shkonte të varroste të atin e tij në Çepan dhe kështu drejtoria e burgjeve menjëherë pastaj mori masat për ta shoqëruar ato. Çfarë ore ka ardhur sot në Çepan? Ai ka ardhur sot rreth orës 11, aty kemi ardhur të gjithë në orën 11 këtu në Çepan dhe pritja është bërë tek një njeriu afërt i tij, pasi ai nuk ka këtu njerëz të tjerë, nuk ka banesë të vetën, i ka të rënuara më saktë funksionale dhe u bë pritja u bë aty dhe ju e shikoni vetë që drejtoria e burgjeve ka marrë masa për mua shumë të rrepta dhe nuk duhet të ishte në këtë mbikëqyrje kaq të rreptë sikur ai ishte një kriminal e kështu me radhë. Kështu që mua më ka rënë një shije shumë të hidhur drejtoria e burgjeve, me gjithë respekti që kam për institucionet, por nuk është kjo mënyra që mund të trajtohet një ish president, një kryetar kuvendi apo një kryeministër dhe ish ministër. Dhe kështu që dhe një tjetër tregon që institucionet shqiptare janë të brishta, janë të politizuara dhe padyshim nuk janë atë lartësinë humanizmit të cilën kërkohet. Gjithsesi, do të qëndroj më gjatë pas varrimit? Nuk e di, por besoj se do qëndroj për të shtruar një drek për njerëzit e tij të afërt që padyshim janë të njoftuar.